Fare, normale dhe atë e din të gjithë. Tani, vim të Muçi. Okej, Broja. Po Muçi? Muçi është në një formë të shkëlqyer për mua, është një lojtar shumë e mirë, por ka një gjë. Unë besoj verbalisht ke Silvinho, sepse ka shumë lojtarë që janë shumë të mirë me klubet, po kur shkojnë në kombëtare, jo se që dojnë, jo se nuk japë gjithë të mira që duhet, por për shtat jam në grupin, mbështetja me atë stiloje që bën kombëtarja, na njerë nuk u jep mundësinë që të tregojnë gjithë potencialin që ka, jo gjithë potencialin, por unë besoj që Broja pjesë e 2 do jetë formacion. Broja do jetë pjesë e 2 të formacion. Po Muçi? Për Muçin flet besoj. Për Muçin se tash Broja. Muçi pjesë e 2 të formacion. Edhe inshallah të dalim 0-0 pjesën e parë, ta bëjmë golin pjesën e dytë. Po Xhota, po mos shkoti se ndeshja mbaroi, ç'a shkonti në stadium tani? Po pse vetëm me një gol na lënë? Po edhe 2-1 s'është keq, po. Pyetje Bledi. Bledi jam atë të shënit, mjafton të kaloj vijun fatale. Gjysmë goli, vetëm kaloj vijun fatale. Nuk ka gol të bukur, gol të keq, domethënë gjithë golat janë. Bledi për ty. Xhota, ju e dini që ne bilancin me Poloninë nuk është se kemi pozitiv. E di, me zi fitua para 10. Unë mendoj që është ajo që the ti që gjendja e skuadrës është e mirë dhe kjo ndoshta na jep atë që po të jetë skuadra e mirë nga ana psikologjike, nga ana ku e shikoni që gjendja e skuadrës është e mirë, domethënë si duken, janë të qetë, kanë besim, domethënë çfarë thot njerëzit afër kombëtarës për të? Nuk e di, ishte në Tiranti në Shërbiti apo këto ditë, se unë isha dhe deri 2 herë në seanca. Ka një entuziazëm, ka një besim, ka një përkushtim dhe kjo shprehet në gatishmërinë që kam për të dhënë maksimumin. Janë shumë të mobilizuar për qëndruar ke ndeshja si rrallë fort. Pra në kjo, edhe sportistët disa thoshin që kemi jo 2 muaj që s'vlëm, po çik më shumë se 2 muaj. Sa zë gjumi jemi të mobilizuar dhe duam ta thyejmë, duam bëhemi në botror. Bledi ti e kupton shumë mirë që lojtarët janë me të vërtet profesionistë dhe ata se kapin botrorin, vlera atyre të kartonit, vleri që i bën Shqipërisë, festa që i kthejnë Shqipërisë, ma atje kur fitojmë sot ne mendoj që Edi Rama për festën e betarës, edhe një ditë festë kombëtare shqiptare të futbollit. Si, thuaj edhe një herë se ti e di këto gjëra të bukura unë dua të thuan 2 herë. Si thuaj edhe një herë këtë fjalin? Se jam Edi Rama, duke qenë se bëri festë dhe për abetaren, ditë pushimi, le të bëj dhe të caktoj një ditë feste të kombëtarës shqiptare. Përse që triumfat, ma qënë kombëtarë. Gjota mos bëk shkur. Le ta lëm festën me 31 kur të shkojmë botror. Jo, në fakt kjo është gjysmë festë, se nuk shkojmë direkt. Po mirë, le ta bëj që për të dhënë shansin. Si paradhënie. Jo, nëse kur ne të kualifikohemi, nuk e kam në nëse, ne të jemi gabuar, kur të kualifikohemi ne sot, të shpresojmë ke Ukraina të bëjnë një gjë që të luajmë në një shtet tjetër, të kemi gjysmën e stadiumit. Po jo si këtu në Poloni që nuk e di zoti Duka nëse duhet kishte bërë një gjë si sëvendës presidenti UEFA-s së radhë duhet ta kishte bërë, po ishte e pamundur me polakët për të negociuar. Okej, Ilir për ty? Xhota, përshëndes njërë. A ka atmosferë shqiptare aty, e ke ndjerë si me thënë, po që te ka Shqipëria ku janë që te ka jeni modërsim edhe këta polakët që e vjetë festa. Me këto flamujt, me këto. E kam lavi me flamuje me këto. Shka, Ilir, ka një problem në Poloni. Edhe media ka bërë në vetë edhe tifozat të vete. Tifozat polak janë të paparashikueshëm, janë tifozat më të dhunshëm në Europë. Më të dhunshëm në Europë, po? Lega Vërshovës është skandaloze. Jo e di shumë mirë që sasia e pak të tifozave, ardhi atyre nga pozicionet të ndryshme, tani filloj. Në orën 10, nga ora 10-11 duket të shtrem një pikë takimi ku do grumbullohem të gjithë, një si fan zone, e lënë edhe nga Federata Polake, shpresoj që aty do jetë një festë e madhe që do shkojmë të gjithë edhe do festoj. A mendon se ky optimizëm është vetëm në radhë të ekipit shqiptar dhe në krau tjetër është më inferior? Jo, shko, unë mendoj që është optimizëm realist që mbështetet ke profesionalizmi i skuadrës, nivelli i skuadrës dhe lojtarëve që kemi, bashkë me trajnerin, bashkë me presidentin, sepse si tha Silvinho, kjo skuadrë edhe
ka crescendo, po shkëlqen skuadra, po shkëlqej unë, po shkëlqej dhe federata. Po gjithë jemi në një zbukurim, në një zhvillim normal. Mirë, ka crescendo, po ka dhe decrescendo? Shiko, pa një skuadër gjithmonë në fund fare, ne themi të dalim kampion bote, po Gjermania fitoi kampionatin botror europian në Gjermani se dha një penallti me të Kukurelu dhe nuk u bënami, në fund një fiton dhe në futbol, po ne themi të shtrim këmbët aq sa kemi organin, të shkojmë, të fitojmë këto ndeshje dhe për ne është fitore se kur kemi fituar kampionatin botror nëse shkojmë në botror. Jo, nëse shkojmë në botror, ne kemi fituar botrorin ton. Fituar pra, dhe kur e themi te Rolandi që është objektiv dhe nuk fluturon kështu shumë, e thash shumë bukur dhe në hyrje, duhet jemi kujdesshëm, nuk ka mundje masi, se harrova të thoshja. Po? Vlerësimi i skuadrës polake nga stafi dhe nga skuadra, edhe pardje, edhe parë dhe kështu dhe Vital Sakova, që nga Hasanin, që ke Ramadani, pjesa e Partizanit, kuptohet Dajsinan dhe këta, të gjithë ishin me këmbë në tokë, nuk ka asgjë për në të pesuar. Është një skuadrë që ka një Robert Lewandowski shumë madh. Pavarësisht që mungon portieri, pavarësisht të mungon. Tani Lewandowski do jetë sot në formacion? Si ke informacionet? Besoj se po, sepse gjithsa është kapiten skuadre, por që çdo gjë është e mundur. Po besoj se po, gjithsa e kthyen skuadrën në këtë moshë është në formë, është një goshnues si po thyen rekorde të gjithanshme, kështu që do jetë. Por ka një problem kur është Lewandowski, shpeshherë Polonia qalon, janë ato lojtarët e mëdhenj fusin dhe për çfarë. Përqendrohet loja tek Lewandowski. Shumë e drejtë kjo. Bledi, do doja për pjesën, po themi, të skemave të lojës, Bledi, ta diskutojmë dhe me Xhodën. Shiko, për sa i përket skemave, në përgjithësi, unë du të rrike kjo pjesa e gazetarit dhe të flas më pak për skemat, por me sa duket, do jetë ajo skem që trajneri do të luajë me atë 4 e mbrojtjes, me 2 lojtarë para mbrojtjes, si mund të jenë Julian Shehu dhe Laçi për shembull, apo ndoshta edhe Ramadani. Dhe pastaj do ketë një treshe përpara ofensive, e cila do ketë edhe detyra mbrapa. Pra ti mund të luash edhe me 4-3-3, edhe me 4-5-1, në varësi gjithmonë të situatës. Kështu që skema, ka një gjë që edhe polakët e vlerësonin mletit polake, që trajneri polonisë, faktikisht, Jan Urban, skuadra është e fortë, sepse kjo është skuadra që ka 3 vjet që luan pothuaj me të njëjtin informacion. Trajneri si Lëvizja nuk është se bën shumë ndryshime. Ne mund të kemi kritikat tona, sepse luan Muçi sa që duam ne, apo nuk vjen Mehmeti, por të paktën lojtarët që luajnë bashkë e din shumë mirë lojën e njëri tjetrit dhe kjo pra dihet informacioni i Shqipërisë mbahet më të përmendshëm. Dhe këta lojtarë kjo është pikë e fortë. Në të vërtetë në futboll është grupi që vendos në radh parë dhe pastaj individët. Shqipëria asnjëherë nuk e ka pas nivelin e kartonëve, po themi, të Polonisë. Gjithmonë Polonia ka qenë më e shtrenjtë si skuadër se ne. Mund të ketë pas një rast veçantë fare, por nuk besoj. Edhe sot, mund të paktën sipas Transfermarkt, agjencisë gjermane që është specializuar dhe cilët i referohen edhe media të tjera. Shqipëria mund ta ketë, domethënë vlerën diku më pak se 100 milion euro, polakët e kanë 215 milion. Por në fushën e lojës pastaj nuk luajnë këto milion. Xhoda, e njëjta pyetje edhe për ty kjo që thot Bledi, me cilën skem je ti për të luajtur? 4-3-3, 4-5-1 apo 3-5-2? Zoti Polan, problemi është që skemat janë kështu. Janë skema, kurse loja është tjetër gjë se si do rreshtohet. Unë mendoj që ai pika më e rëndësishme tani këtu ke skema është kjo që tha Bledi, po do ta thoshë, do luajmë me një mesfush që të qarkulloj topin, apo do luajmë me një mesfush me Laçin, apo do luajmë me një mesfush të fortë me Ramadanin. Tani ky është një pozicion që ka problem për skemën. Gjatë lojës skema ndryshon në varësi të kundërshtarit, presionit, presingut, gjendjes skuadrës dhe shumë raporteve të tjera. Po një 4-5-1 do jetë shumë e mirë, po një 4-5-1 nëse do ketë mbrapa shpinës edhe Muçi bëhet shumë efikase dhe e trëm. 4-5-1, Po pra, me 1+1, 4-1+1. Po. Do të thoshë broja pas brojës ose uzunit jetë... Po broja gjithmonë në krah, Xhoda?
Po jo, varet si do luaj, do luaj me 2 apo me 1 dhe unë mendoj që më mirë është 4-1-1. Se Broja në qendër mua më gjanë si Leao te Milani pasaj që... Jo, po është Broja në qendër këtë radhë, nëse do të luajt jemi sigurt që do marrë detyrat qarta, po edhe në krah nuk është keq se do ta mbulojnë me një herë ata, mbulojnë me një herë formacionin dhe loja që luan ai mbulojnë me një herë, mbulojnë me një herë skuadra, mbulojnë me organizimin që bën Silvinho brenda grupit, jesh i sigurt që e bën Broja atje ku ka mundësi. Po, Ilir? Është një trajner që u krijon hapësirë gjithë lojtarëve të tregojnë vetveta. Mendoj që risia do jetë vendosja e Mitajt në mesfush. Do thënë me këtë fuqizon ai. Po në mbrojtje? Por pra këtë djalin këtë që të rim plan. Do thënë sepse Mitaj. Ky me kaluan? Ky plan në Greqi. Është nga këta dy lojtarë që kanë ardhur, ky është në Greqi, djali që ka ardhur Pilo, domethënë që plana është në qendër, luan Poloni dhe është më tepër luan qendër të mbrojtjes. Do thënë vendosja e Mitajt aty shtojmë një organizator lojës tonë. Plus që është dhe mbrojtës. Mos harroni dhe Mehmetin, Ilir, më fal që të ndërpreva. Mos harroni Mehmetin që është një forcë agresive e sigurt që mund të luajë, mund të jetë formacion, ha? Tani këta një pyetje kam unë Ilir, edhe për ty dhe për Xhodën. Këta që për të parë thirrë dhe për të parë luajnë, e marrin të mëqen. Tani edhe ky Pilo, edhe ky Plana, edhe Mehmeti, unë si kam dëgjuar ndonjëherë me thënë drejtën, kombëtare s'ka qenë ndonjëherë këta. Jo, Mehmeti ka qenë kombëtare para 3 vjetësh. Ka qenë Silvinho e ka marrë. A luajti? Ka luajt pak minuta. E ka marrë në ndeshjen me Polonin kur u mundëm 1-0, ndeshja e parë e Silvinhos. Ka qenë edhe në qershor, në 2 ndeshjet. U mundëm atje. Atje, po, edhe 2 ndeshje ndaj Moldavis edhe Ishuve Faroe. Më pas ai nuk është marrë. Sezoni fundit, badje edhe sezoni kaluar, ka qenë shumë i mirë për Mehmetin, dhe sidomos ky sezon që po flasim, dhe Silvinho gjithmonë ka pas këtë problem. E para ai gjykimin tim edhe e tregojnë faktet që ka shumë të vështirë të ndryshojë. Në rast se unë jam me Landin, duhet mbaj Landin, edhe pse Bledi mund të jetë ndoshta në një moment më mirë se Landi, unë kam krijuar atë lidhjen time me të, me shokut, ndoshta me grupin. Dhe tjetra, Silvinho ka thënë që Mehmeti është lojtar që ka dëshirë të luajë në një krah. Dhe aty në atë krah i jep shumë. Tani në atë krah i ka 2-3 lojtarë majtas, për shembull, ka disa lojtarë. Ai përgjithësi ka Bajramin. Tani mos ka një kontradikt kjo, ja ta prezim Xhoda, ne edhe mund ta ndërpresim Xhoda dhe ne pastaj kërkojmë linjë kur ti të kesh një nga futbollistët. Po, e ktheva kështu për të thënë ato që tha Bledi, po edhe 2 futbollistët e tjerë që tha Iliri. Kanë qenë për herë në vazhdimin dhe kontrollin e Silvinhos. Po për Bajrami ke marrë në informacion, mund të jetë? E dha një ide atë ditë që ishte në konferencë. Unë e takova dhe mbasi mbarova konferencën dhe Bajrami sa herë është një nga mesfushorët që më jep garanci për golin, ka luajtur dhe i besoj që ai dhe kur ju e dini vetë që kur një trajner ka subjektive ndonjë lojtar, ai absolutisht që luan dhe mund t'ja zbatoj detyrat më mirë se kushdo. Por që Bajrami ka një fat në keq që këtë ndeshjen e fundit nuk luajti fare atje në Skopje. Po. Xhoda, ne mund ta ndërpresim bashkëbisedimin ton dhe nëse po të lutem Ramadanin ose dikë tjetër, do doja të më nxirje në lidhje. Po e kthej televizorin me pamje nga Varshava që është ftohtë, akum, s'ka si në Gjermani perëndimore. Sa është temperatura aty? Temperatura këtu ishte 8 është sot. 8 gradë? Ideale për një ndeshje të mirë. Ideale. Kështu moti është shi apo s'ka? Ja, siç është kjo e vërtetur, Këto quhen kushte ideale për një ndeshje futbolli. Po. Është një qytet i ftohtë siç është, shikoni, nuk është si në Gjermani apo vende të tjera ku kanë shkuar shqiptarët që kanë bërë fest, sepse Varshava janë mbretërie e vjetër këta dhe janë çik të ftohtë shumë. E kuptoj. Ja sa po afrohemi te hoteli jon, është një hotel luksi. Në moment që ti do të uroj sukses e VMC, sukses e Blej dhe Ilirit, miqve të mi, dhe mbarësi është fat dritare për profesionalizmi, fat për shqiptarët, për diçka të mirë që bën. Në një moment që ti ke një nga futbollistët aty, kërko direkt linjën dhe do të marrë nga regjia. Okej? Okej. Faleminderit, studio. Ilir.
Si e shikon nga këto që informacionet që na dha kolegu Zekaj? Unë do të bëj çik kontroversin. Me thënë, ne njohim vetëm situatën këtu në Shqipëri, atmosferën të gjitha që është në zenit. Po do të jemi realistë, bëhet fjalë që do luajmë një ekip me një traditë, me personalitetet të futbollit. Historiku natyrisht edhe tradita nuk flasin për ne. Po gjithsesi, kjo është si një ndeshje derbi. Në ndeshje derbi nuk ka rëndësi gjendja që ndodhet ekipi, po ka motivimi, ka loja e fortë, ka qëllimi që duhet arritur. Mendoj që ka një problem i lirë, që ta përzihem bisedën. Ka një problem që është një tekdeshje, nuk ka kthim, ë? Dhe nuk të lejohet gabosh. Sa ditë është ka kombëtare që është grumbulluar? 3, 4, sa ka Bledi? 2 ditë të dielën. Të hënën kanë janë servit. Ska fare kohë për përgatitje. Unë mendoj që do të jemi çik. Ajo është thjesht motivim, edhe duhet të bësh në një thjesht çoft gjendjen e lojtarëve, të dalë informacioni pa ato skema që pak shumë ta i din. Se pra që ditë sa ke, domethënë nuk mund të bësh një gjë shumë të hollësishme, më tepër është ana e studimit të lojtarëve, sepse është në formë, s'është në formë. Do të jemi realistë, Polonia nuk ka munguar, ka 9 herë ashtu përfaqësuese në kampionatet botërore. Dhe kampionatet botërore ka një bilans i jashtëzakonshëm, sepse ka dalë edhe në vend 3 në botë, Ai Gjoda e tha bukur, nëse ne arrim ta mposhtim Poloninë, do të caktohet ditë kombëtare. Fitoria. Fes kombëtare. Për zotin. Tani, Ilir, kam i pyetën, nëse sepse ju jeni gazetar sporti, po jeni dhe specialistani të futbollit. Nëse do ndikohesh Silvinjo nga mendimet e tua, çfarë do dohet ti thoshe Silvinjo? Mos bëj këtë dhe bëj këtë. 2-3 këshilla. Unë së pari do ta orientoja që të fuse Bajramin. Me thënë jam. Edhe ti me Bajramin e fut vetë ai thotë ore do ngrihet tërë Shqipëria, do thotë ore pse e fute? Se nuk është në formë Bajram. Mund të ketë kopjuar muaj pse. Po nuk është në formë. Iliri nuk do që ta bëj konfuz, e kupton. Po nuk është në formë. Se çfarë mendimi ka trajneri për Bajramin? Që nuk është në formë Bajram. E vërtetë është që Bajramin ai e ka pirë më dobët. Po pse? Dhe besoj edhe Aslanin deri diku, po Bajramin po krijohet. Është gjithashëm për talent apo? Jo, talent është. Talent, ai s'është në formë. Lutem regjia foton e ekipit të grumbulluar që edhe ti komentojmë një nga një. Edhe këtë do ta, me thënë, i qëndroj kësaj mitej në mesfush. Është organizator, është jo ide e bukur. Tani, ky është ekipi i grumbulluar. Tani mund të marrim një nga një. Bledi, fillo ti i pari. Do të thonë portierët Strakosha, Kastrati dhe Dajsinani. Strakosha është portieri që është i përhershëm. Kur të bjerë nga forma Strakosha, pastaj do si është Kastrati dhe Dajsinani? Po, ata janë portierë të mirë, paditësisht. Dajsinani mirë. Kastrati në kategori 2 luan. Strakosha ka një karrierë shumë gjatë kombëtare, është një lojtar që ka luajtur nivele të larta edhe në Itali. Në këtë sezon është mjaft të mirë në Greqi. Ka vetëm një defekt, nëse mund ta themi, që çdo lojtar mund të ketë një defekt, lojën me këmbë, ka pak më. Po. Domethënë jo në atë nivel ndoshta që duhet, por pjesën tjetër reflekset dalin. Tani një pyetje kam, ti si gazetar i vjetër tani ke gati 40 vjet që merr, 30 e ca vjet që merresh. Ne ekipi ynë fillonte jo pse fillon renditja nga porta, po ekipi ynë bazën e fillonte nga porta. Ktu e kemi pasur. Aty ne direkt se bëheshim tabelqitje, jo thjesht një portë atje që me Strakoshën, duke u krahasuar me ata që kanë qenë gjithmonë titullar. Me parasit e Etrit Berisha, me kush ka qenë Ujkani, kush nuk ka qenë mbas vitit 90. Si e vlerëson ti? Ku e ka pozitën Strakosha? Shiko, Strakosha është një djalë i cili është bërë me punë të madhe. Domethënë jo se ai nuk ka talent, patjetër që ka talent, por nuk e ka pasur ndoshta talentin për të arritur deri këtu. Nuk e ka pasur, ëh? Ai është thirrur në ekipet kombëtare të moshave. U17, U19. Në kohën që është thirrur Strakosha ka qenë edhe portieri Teqja, i cili sot është luan në Shqipëri. Dhe në atë kohë mund thuhet që Teqja ka qenë edhe pak më i talentuar. Më i mirë se sa ky. Por ka shumë të bëjë edhe aspekti familjar. Ti ke baban tënd i cili ka qenë portieri i rëndësishëm, i cili ka rekorde penalltish në Greqi. Kush është më i mirë, Foto apo Thomas? Jo, parimi është. Se ti ke ndjekur të dy. Parimi është gjithmonë që djali duhet bëhet më i mirë se babai. Po jo, kush është më i mirë? Po, shikoj, ai e ka nis më lart karrierën, kurse Strakosha e ka nis pothuajse si emigrant. Kështu që ky karriera e Foto apo Thomasi? Thomasi e ka nis më lehtë karrierën, sepse e ka hapur rrugën jashtë. Sa i ka ardhur nga Memalia më çfarë thotë. Por Rudi Vata ka thënë Thomasi është origjinal si Jati, tha. Bën pritet çlqyra dhe ha në një gol, tha që vinin duart në kokën me foton ti, i ka bërë një gol ai i vllaznisë së Shkodrës Lul Brëshemi nga
35 metra në stadiumin Dinamo në atë Atë golin kohë. unë Kam qenë se ke qenë aty? e kujtoj ndeshjen shumë mirë. 35 metra, 40 E metra. kujtoj shumë mirë dhe atë lloj topi që gjujti Bërshemi, nuk do ta prisë dot as Dino Zofi.